Kryetari PD-s Sali Berisha shfrytzoi një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale për sqaruar rrugën ku do të ecë Partia Demokratike në këtë mandat katërt në opozitë. Së pari Berisha përsëriti se nuk do të jap dorëheqjen, por do të garojë sërish për të drejtuar forcën më të madhe të opozitës. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, një akt i tillë nuk mund të ndodhë, përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Nga ana tjetër Berisha lajmëroi se do nis foltoret me demokratët në të gjithë vendin, njësoj siç veproi në vitin 2021 kur u ngrit kundër Lulzim Bashës, por këtë herë për të diskutuar për të ardhmen e Partisë Demokratike. Këtë javë fillojnë foltoret në Shqipëri, jashtë Tiranës, dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Berisha preferoi të mos komentonte gjatë takimin e disa figurave të Partisë Demokratike si Ilir Ali Mehmeti e Ervin Saliani, por sqaroi se vonesa e analizës së brendshme pas humbjes së zgjedhjeve erdhi për shkak se prioriteti ishte faktimi i të gjitha parregullsive në 11 maj. Kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Pak ditë më parë Ilir Ali Mehmeti, i cili mori 18.000 vota në Tiranë, por nuk arriti të bëhej deputet. Ervin Saliani e disa prej kandidatëve në listën e hapur të Partisë Demokratike, të cilët nuk u zgjodhen deputet, u takuan për të diskutuar rreth nevojës që ka PD-ja për të ndryshuar e për të hapur ndaj figurave të reja.